Unë jam shumë super mega single. Edhe pse i kam keq të unoza, më kërkoj nuk kam unoz të fejesës as dashnis, kështu që nuk di që ekziston njëri ma single se une. Po prej atyne studieve që të refuzojnë për me punu me ta, kanë kërkesa të ndryshme seksuale, po thëmë. Që ngacmimet janë prej krejtve, sidomos në studio njihen krejt për këtë sen, ko prej kolegëve cilve unë nuk folje, po me shumicën i kam raportet shumë. Kolegëve këngëtor? Po. Jo producent? Përshëndetje dhe ty Egzen. Vështërsi ka shumë, tregu i muzikës është kush ka kalu, do më thonë, fillimet e veta, edhe pse jam që 2 vjetë në skenë, halo është fillim, po që është shumë zërë me depërtu se kush është në treg të muzikës, edhe nësa e flesht është muzika, sa vështërsi ka, normal është për me gjithë mas pari një produksion për me punua shumë zërë, se sot muzika nuk është që veç po shkoj për bëj një kongë edhe kur gjë kërkujna, se nuk po pranojnë mua as kongë me bo. E leje mu mos flasin për çmimet që i kanë qu, do më thonë në hava, nuk di ata problem shtëpia, jem kardoj më shku me bo një kongë. Është shumë zërë, edhe jashtë asaj ko prej atyne studieve që të refuzojnë për me punu me ta, kanë kërkesa të ndryshme seksuale, po thëmë. Nuk jo me para se fundi që kom thonë këtë cenatën, ama kur dhe që kur muzikë nuk ka shanca një femër nëse nuk ka hasën që si studio. Nuk po kam qef me përmen me emra se është një reklam, po thëmë edhe për atë studio, kështë që s'kam nevoj mi përmen, po e dim vetë me disa dhe nuk kam asë edhe një kontakt mo. Ka qenë një person mes që më ka njoftu me ta, edhe mandej kur i kom njoftu nuk ka qenë, do më thonë, arsia veç muzika. Kështë që i shola kanë shumë suksese, po me këtë rrugë që shkam fillu, bjen ke që hojnë edhe shumë personat tjerë në kreatyne. Jo, ka qenë fillim pa i bo kongët, u konë do më thonë kërkesa direkt. Po, që kjo konë do më thonë, është pak problem shumë sët për studio, e kom pas fatin që bashkëpunej edhe kom bashkëpuntor, shumë bashkëpuntor që jem e rrëthume për e tyne edhe kom raporte super të mira. Jem Massive Production të Graniti dhe Ardoni, kom të Nurteli, kom të Turabi, do më thonë jenë njerës super profesionist edhe shumë të mirë. Kom edhe të Koda Music, që është Adjen Muqiqi Begjet Zeka. Do më thonë, e kom pas fatin e mirë që i kom njoftë edhe atë pjesën e mirë të muzikës edhe të studiove. Nuk e di, është shumë zërë për tregun muzikur me arrit një femër, malja është për një moshkull. Mendoj jone, gjithmonë të u fillu prej vetës teme, është maljat një moshkull me arrit se një femër. Edhe kanë shumë gjelozi. Unë e kom pas raste që dhe me thonë, kolegja u mujnu me më qitë shumë poshtë, ose diçka të ndryshëm, jo veç unë po besoj që edhe shumë artiste të reja i kam pas qëto. Edhe pse unë jem tip që besoj shumë njerës, edhe që shumë gabem, duhet me konë tjetër, do me thonë, po duhet ke me ndru komplet karakterin për botën e muzikës. Edhe menoj që duhet me pas shumë seriositetën në punë, mos me këshirë punën gjithë shka si objekt seksual, po menoj që duhet me konë puna punë. Jo, kom pas shumë artiste. Unë e kom thonë gjithmonë një artiste e re që është do me thonë në fillimet saj, mundohem i ndimu të paktën në që ata hopa që kom kalu unë e gabimet që shambull unë i kom bo mos mi bo dikush tjetër. E kom zemrën e mirë, nuk me konë e keqe sa dhe që njerës mund me konë të këshime mu. Mundohem i ndimu kujde që kom mundësi, edhe veç nësë zojnë me pranu, se për ndryshe gjithmonë një me hopër për krejt, ndërsa për kaona gjelozis kam pas shumë, edhe jo veç me një, po me shumë, si artiste, edhe është shumë keq, se nuk besoj që jem të amur kërkuna bukën e gojës, kështë që besoj që se cilje ka riskun e vetë. Qërë, ngacmimet janë prej krejtve, sidomos në studio njihen krejt për këtë sen, ko prej kolegëve cilve unë nuk folje, po me shumicën i kam raportet shumë. Kolegëve këngëtor? Po. Jo producenta? Jo, kam edhe prej producentave, po që ka edhe prej këngëtorve. është privatësi e vetë, në është të ndryshon i dit. Po thëmë sa i gabim për deri sa e bë me vëdije. Po du me di që shreagoj, kur nërë refuzim për ideja? Mundohen edhe edhe atë
shoqnin që ka ana muzikës, do me thonë që jemi kolegë bashk, me prish. Do me thonë edhe nuk i kur farë raporte ma ndojme to. Jo, nuk më duhen ato raporte realisht. Shumë projekte të reja, Shumë projekte. shumë. E të zbulojnë do njerën? Unë që tash e kom bo, do me thonë kanë qenë edhe xhirimet e vitit ri, ku unë kom marrë pjesë për herën e parë, jo në xhirimet e vitit ri, i kom disa bashkëpunime, e kom një me Labinot Regjen, labin e kom një, do me thonë si me shap, si potpuri, se kom pas fatin që babi u mirë pak me jetën e natës, e ka pas një diskotek të ti edhe ma ndej që aty më karo me shumë artista më në gjoft, edhe labin e në po ashtë prej babit edhe do me thonë, jo në bota të kundërta, po i kom të dhëtë shumë për zemër, kanë qenë projekte me shumë, do me thonë, vullnet, edhe i përshëndes për zemër sështë, janë shembull. Po, kom shumë projekte, do me thonë, për 2025, po nuk e mbyllu 2024 pa qitë edhe një kongë kështë bum. Edhe ato e kom bashkëpunim, pa jo mbetet surprizë. Bon me najlonë surpriz, po. E po tash ato e kam në bombë, se delë surprizë. Është hiti femrave. Hiti femrave. Po, unë jam shumë super mega single. Edhe psi kom kishtë unaza, më kërko nuk kom unaz të fejesës as dashnis, kështë që nuk di që ekziston njëri ma single të une. Tash e sa ko? Koko, Ko. po. Menoj që nuk përshtot na jo për diçka, se normal që ai nështë një figur publike, një kolegë jemi, pa e marrë në tonën e muzikës, unë të më kuptu ma shumë se që është bota muzikës, se një djallë jashta muzikës, por që është pak problem, unë jem shumë gjeloze, kështë që nuk e kësha mburë ftyrë publike, diçka sa ma privat. Jo, muzikën nuk e lo për kërgjo. U kunë ondra e me gjithë dhe nuk e lo as për dashni, as për kërkan. Kësha lonë, në është ta për hatët familjes, se më këshën tonë, po ata gjithmonë janë kunë shtylla e më kryesore që më kam përkro gjithmonë, edhe di që nuk më tonë asë një herë, kështu që muzikën as për dashni, as për kërgjo. Në të si është e inja, falemderit dhe ti.